Edhe pse kalendari shënon pranverën, moti në veri të vendit ka sjell një surprizë tipike për zonat malore. Në aksin Bog Theth janë rikthyer rishjet e Dëborës, ku trashësia e saj në 24 orët e fundit i ka kaluar 10 cm, duke e krijuar përkohësisht një panoramë dimrore në zemër të Alpeve shqiptare. Shtresat e bardha kanë mbuluar zonat përreth, duke i dhënë një tjetër pamje të veçantë dhe mjaft pitoreske kësaj periudhe, që zakonisht shoqërohet me lulëzim dhe temperatura më të buta. Pavarësisht kushteve atmosferike, strukturat përgjegjëse të mirëmbajtjes së rrugëve janë të angazhuar menjëherë në terren. Ekipet po punojnë për pastrimin e borës dhe kriposin e segmenteve më problematike, me synim garantimin e qarkullimit të sigurt për banorët e zonës dhe vizitorët të shumtë që frekuentojnë këtë destinacion turistik, qenë gjatë fundjavave. Autoritetet bëjnë apel për drejtuesit e mjeteve që planifikojnë të udhtojnë drejt kësaj zone të tregojnë kujdes të shtuar, të përdorin goma dimrore dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore, pasi temperaturat e ulta gjatë natës mund të krijojnë ngrica në segmentet e caktuara. Ndërkohë situata paraqitet më qetë në akset e tjera të qarkut. Në rrugët Koplik Bog dhe Dedaj Razëm, moti është i vranet, por pa rreshje dhe pa problematika për qarkullimin e automjeteve. Rreshje dëbore ka patur edhe në zonën e Lepushës dhe Vermoshit. Akset janë plotësisht të pastruara dhe në gjendje të mirë falë ndërhyrjeve të vazhdueshme të mirëmbajtjes. Ky rikthim i përkohshëm i dëbores në prag të pranverës konsiderohet një fenomen i zakonshëm dhe për këtë periudhë, por jo i rrallë për zonat alpine, ku kushtet atmosferike mund të ndryshojnë shpejt. Megjithatë, i jep një tjetër dimension dhe peizazh natyror, duke ndërthurë bukuritë e dimrit me fillimin e pranverës në veri të Shqipërisë.